Nderuar shikues, më lejoni që në mënyrë solemnit ju prezantoj kandidatin e parë nga Maqedonia. Është Arefat Veseli nga qyteti Kumanovës. Dhe njëherët edhe kandidati i parë nga Maqedonia, normalisht e hapi këtë mundësi për të gjithë qytetarët dhe të interesuarit tjerë. Arefati është me profesion jurist dhe punon në Ministrinë e Mbrojtjes në Maqedoni, merret me futboll dhe ping-pong. Pëlqen të udhtoj dhe pëlqen rehatin familjare. Cila kombëtare kishte fituar kampionatin evropian, megjithse nuk ishte kualifikuar për turneun final. Spanja, Danimarka, Holanda, Suedia. Ky fenomen për herë të parë ndodhi në vitin 1992, kur Republika Federative Jugoslave u kualifikua, mirë po për shkak të represionit që ushtronte ndaj muslimanëve në Bosnjë, UEFA vendosi që ta diskualifikoj dhe në vend të saj të merr pjesë Danimarka, e cila në fund për befasinë të gjithëve mposhti në finale Gjermaninë me rezultat 2-0. Përgjigjja ime përfundimtare është në B, Danimarka. Aferim! Bravo! Bravo! Bravo!